Semaforët për këmbësor në rrugën Yll-Morina prej shumë kohësh janë jashtë funksionit, duke krijuar rrezik të vazhdueshëm për qytetarët, veçanërisht për nxënësit që frekuentojnë këtë zonë çdo ditë. Sipas vëzhgimeve në terren, jo të gjithë semaforët punojnë siç duhet, ndërsa disa prej tyre janë plotësisht të fikur. Kjo situatë i detyron këmbësorët të kalojnë rrugën pas sinjalizim të qartë, duke rritur mundësinë për aksidente, sidomos gjatë orëve kur qarkullimi është më i dendur. Një nga nxënësit e zonës ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me këtë problem. Është vështirësi si për shembull se edhe ne që jemi në shkollë, po kemi vështirësi me kalu se nuk po dihet a është i dhezër apo i mbyllur dhe po kemi vështirësi shumë në semafora. Kërkojmë për vetëm i rregulluar, asnjë tjetër, vetëm me pas se është i dhezër. Situatë ngjashme paraqitet edhe në kryqëzimin e rrugëve Ymer Pula dhe Washington, në afërsi të shkollës fillore Fehmi Agani, ku frekuentimi i madh i nxënësve e bën edhe më të ndjeshëm këtë problematik. Banorët dhe prindërit kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të ndërhyjnë sa më shpejt për riparimin e semaforëve dhe garantimin e sigurisë në komunikacion, në mënyrë që të parandalohet ndonjë incident i mundshëm.